Mirëmbrëma dhe përshëndetje, po fillojmë emisionin Syt 4 në televizionin Syri. Sonte kam ftuar në studio me Blyde Saracin, aktiviste, protagoniste dhe dëshmitare e historisë së re të Kosovës dhe tashmë në qytetin e Gjakovës është ndruar në simbol të aktivizmit shumë dimensional dhe kontributit të pa kompromis për vendin. Do diskutoj disa tema me zonjën Saraci sonte në kuadër të këtij emisioni. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Këto ditë është shënuar epopeja UÇK-s, tashmë dihet kontributi juaj dhënë në atë kohë për varrosjen e familjes Jashari në krye me komandantin legjendar Adem Jashari dhe dërgesën që keni bërë të arkivoleve nga Gjakova. Ne do ta sjellim në rikujtesë për gjeneratat e reja në mënyrë që kjo histori dhe ky kontribut i juaj të mos harrohet. Na të kthehemi në kohë dhe na rikujtoni edhe një herë atë ngjarje, si filloi, domethënë cilat ishin rrethonat e atyre ditëve në Gjakovë dhe si vendosët i dërgoni këto arkivole. Duke marrë parasysh se Gjakova dhe Drenica kanë pasur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm edhe prej vitit 90-99, ne në vitin 98 sapo morëm informacionet se ka ndodhur masakra në Prekaz, ne jemi mobilizuar dhe kemi kërkuar nga të gjitha dyqanet që të sigurojnë rezervat për qytetarët dhe të mobilizohemi të gjithë së bashku në një protest me qytetarët të gjitha moshave në mbrojtje të Drenicës, por edhe të mbështesim familjen Jashari, normalisht që ata ishin disa familjarë dhe në botën e jashtme të cilët komunikuan me qendrën, me kryesinë e lidhjes demokratike të Kosovës në Prishtinë, më konkretisht me presidentin Dr. Ibrahim Rugova, i cili përmes komunikimit me telefon me kryetarin e atëhershëm të LDK-s zotin Aqif Shehu, e natyrisht edhe ne të tjerëve, kryetarëve të gjitha subjekteve politike dhe shoqatave humanitare, u grumbulluam së bashku dhe arritëm të sigurojmë arkivolet. Ishte i domosdoshëm një bashkëpunim i tillë, një mobilizim. Pse u zgjat pikërisht Gjakova? Sigurisht se Gjakova ka pas një kulturë të veçantë për varrosjen e qytetarëve të vet me arkivole. Dhe ata kanë llogaritur edhe në kuadër të bashkëpunimit që kemi pas gati 10 vjeçar, por edhe në kuadër të asaj se në Gjakovë është më lehtë të sigurojmë arkivole, natyrisht ka qenë edhe mobilizimi jonë, sepse momentin që është informuar bota se ka ndodhur masakra në Prekaz, ne kemi themeluar Këshillin Komunal për Ndihmë Emergjente dhe kemi qenë një grup homogjen me të gjitha partitë politike dhe me aktivistë të degës dhe nëndegëve, dhe mobilizimi jonë sigurisht i ka konvenuar edhe qendrës së LDK-s, sepse janë bindur se Gjakova mund ta realizon. Në të gjitha rastet, sa herë ka pas nevojë Kosova, Gjakova ka qenë e para që ka ndihmuar, sepse qytetarët e Gjakovës, pa dallim edhe të Kosovës, por njihen se qytetar fisnik, kursimtar, qytetar të cilët gjithmonë kanë pasur rezerva, jo vetëm gjatë okupimit, po edhe më parë, dhe ne me ato rezerva ju kemi dalë përballë gjitha kërkesave të qyteteve të ndryshme, natyrisht edhe Drenicës. Domethënë Drenicës i kemi dërguar disa herë ndihmë, prandaj kjo ndihma me rastin e arkivoleve ka qenë diçka shumë e veçantë, ka qenë shumë e vështirë, shumë e rrezikshme, sepse të dërgosh arkivole, 58 arkivole. Po lexoja shumë protagonistë asaj kohe që ju kanë përmendur juve dhe kanë dhënë intervista ndërkohë, thonin si u gjendën 56, domethënë ishin çuditur me numrin aq shpejt që keni arritur t'i siguroni. Problemi i madh ka qenë sigurimi, por ndërmarrja komunale Qabrati na ka ndihmuar me një pjesë, sepse ato kohë ndërmarrja i ka pasur në shitje edhe arkivolit për qytetarët e Gjakovës, por edhe të gjithë zejtarët e Gjakovës. Natyrisht që kemi pas vështirësi se është dashur në disa pika t'i grumbullojmë, por gjitha ato mundësi kemi shfrytzuar përmes ndihmës të aktivistëve, por edhe përgjigjet që na kanë dhënë të gjithë zejtarët dhe i kemi grumbulluar. Pastaj problemi tjetër, transporti. Transporti ka qenë jashtëzakonisht pikë kryesore për dërgimin e arkivoleve. Dhe ato kohë Veli Hajdaraga, veprimtari i DSH-s, ai e ka pasur vllahun e tij Qemal Hajdaraga, tani ndjer, që ka qenë pronari një kamioni transportues.
dhe ka komunikuar me të vllajën dhe në baza vullnetare që majli ka pranuar të jetë protagonist i kësaj ngjarje të rëndësishme, të ndjeshme, humane për familjen e komandantit legjendar Adem Jashari dhe të gjithë herojve të betejës së Prekazit. Kush ishin kontributdhënësit tjerë në komunën e Gjakovës? Ti përmendim? Patjetër, unë e thash që kryetari ato kohë ka qenë Aqe Fsheu, po gjithsesi ka qenë zoti Mazlum Komnova, kanë qenë Mark Malota, Gjergj Sokoli, ka pasur edhe shumë veprimtar të tjerë. Po nga zejtar do të shatosh ti përmendim pak nëse të kujtohen kush ka dhënë kontribut nga ana zejtarëve. Nga ana zejtarëve nuk të kujtohen si. Familja Oseku dhe po, mirë, kanë kaluar tashmë 27 vite. Kanë kaluar shumë vite dhe me të vërtet unë kam bërë një punim që është botuar në historikun e Gjakovës dhe jam munduar të mos i mbetem borxh asnjë njeriu, por në këto intervista po kam pak vështirë, kam frikë edhe të Rezniqi kemi marrë, edhe disa zejtarë tjerë që edhe sot dhe kësaj dite vazhdojnë të njëjtën kontribut këtë zeje të ushtrojnë. Me të vërtet kanë qenë të gatshëm, edhe pse ka qenë punë e rrezikshme edhe për ata, se të shesës arkivole për Drenit, në kohë lufte, atëherë policia mund të kishte likuiduar edhe ata. Ne jemi takuar atë ditë me shumë veprimtar në oborrin e ndërmarrjes komunale Qabrati, ku kemi prit kryqin e kuq ndërkombëtar që ka qenë ndërmjetësi mes LDK-s qendrore të Degës tonë dhe kanë ardhur edhe një makinë nga Prishtina, një makinë zyrtare me zotin Fatmir Sejdiu, atëherë ka qenë sekretari i LDK-s, zoni Ajdi Shukriu, tani më ndjer ka qenë kryetari i forumit të gruas të LDK-s, zoti Rambuja, si antari kryesis dhe Vozici me Reqica. Dhe ne jemi nisë në delegacion, do me thonë kamioni, me arkivolit, të cilin e ka vozitur Qemail Hajdaraga, dhe unë jam gjithë në kamion me zotin Qemail, ndërka që na kanë shoqëruar me makinën veprimtarët e LDK-s dhe kryqi i kuq ndërkombëtar na ka parapri, sepse ata kanë pas një garancë nga udhëheqësit e policisë së Serbisë asaj kohe, që ne ta bëjmë këtë akt humanitar. Mirë po, ja që nuk ndodhe deri në fund, si zakonisht Serbia që kur nuk e ka marrë fjalën, dhe kryqi kuq ndërkombëtar doli ku na ndaluan në punktin në Komorën, të komunikon me ata dhe të jep emrin e atij eprorit i cili ka leju këtë akt humanitar, por te postbllokët ka pas rryma të ndryshme, ka pas edhe policë serb, dhe ata thënë, këtu përfundon marrëveshja. Tani nuk ka siguri, deri këtu funksionon shteti serb. Edhe pse ishin në Kosovë, absurd të kohës, luftë. Tani, ju lutem, kthehuni mrapa, nuk mund t'i dërgoni. Makinën me zyrtarët LDK-s e kthyen mrapa, kryqi kuq ndërkombëtar, përfaqësuesi i kryqit kuq, ishte i shoqëruar me një përkthyes shqiptar nga Prizreni. Tha, na nuk kemi ardhur të vdesim, ne kemi ardhur të vazhdojmë punën tonë dhe ju vendosni tani. Dhe unë e Qemail Hajdaraga biseduam shkurt, po nisemi në vdekje, po nisemi, detyra duhet kryer. Aty nuk kishte më asnjë garancë, asnjë shoqërues, vetëm ne dy me kamion. Unë nisem. Për Fatmir rrugës, zoti Fatmir Sejdiu me veprimtarët tjerë kanë kalu në përfshatra të ndryshme dhe rrugëve dytësore na janë bashkangjit neve. Në mënyrë që të ecim së bashku ta kryejmë misionin. Tashmë pa kryqin e kuq, ju vazhduat rrugën. Kryqi kuq shkoi, tha unë kam marrë të vazhdoj punën, ju të vdes. Dhe ju vendosni, merrni vendimet vetë, deri këtu përfundon, s'ka garancë dhe natyrisht që jeta është e ëmbël, por në raport me një sakrificë të madhe të familjes Jashari, ne nuk e numëruam vetën. Ne ishim dy, ata ishin më shumë dhe vendosëm të shkojmë. Rrugës kemi parë kafshë të vrara, të ngordhura rrugës, shtëpi të djegura, të rënuara, kemi parë shtëpi të boshatisura, policë serb, policë të rrymave të ndryshme që kanë qenë të arkanit të tjerëve paramilitar me uniforma, lloj uniforma, të cilë autoblinden në për rrugë, diçka që vetëm mund të shikosh dhe nuk ka fjallori jonë që ta përshkruan gjitha të merë. Dhe sot, kur i mendoj, e shikoj si të pamundur atë akt humanitar.
por megjithatë Zoti na ndihmoi që ne t'i kalojmë gjitha ato barriere dhe të arrijmë me kohë të streha një magazine ku ishin vendosur të gjitha kufumat. Sepse Serbia ishte interesuar që kufumat të shetit poshtë e përpjet e pastaj të vendos sigurisht në ndonjë grup masive që të humb gjurmët. Në Drenicë ishte formuar këshilli për varrimin e dëshmorëve të familjes Jashari dhe në krye të këtij këshilli ishte profesor doktor Zekria Cana, i cili ka qenë ndër njerëzit më human në këto raste. Momentin kur më afruar të hymja oborrit, aty ka pas roje paramilitar, polic serb, dhe na kanë penguar edhe hyrjen, megjithatë nuk e di dhe vetë u futëm në obër me kamion. Zekria Cana na puthi në ball mua dhe vozicin, edhe qau. Tha Gjakova ime, faqe barë, tha na mundsoj që t'i varrosim ndershmërisht trupat e herojve. Dhe unë nuk e besoj atë që kom kryer një akt të jashtëzakonshëm, sepse më dukej si një detyrë, një obligim human që ka çdo shqiptar. E sidomos unë si nënë e 5 fëmijëve, që bashkëmoshatarët e fëmijëve të mi ishin vrarë. Kishin rënë, ishin fliju për lirinë e Kosovës dhe si të mos shkoja. Ne u takuam edhe me delegacionin e Drenicës, në të cilin ishin zonja Nisha Halime dhe bashkëshorti i saj Emin Halime, pastaj kanë qenë gazetarët nga Malisheva, kanë qenë edhe disa veprimtarë, nuk do të mbeten bërgj me emra, por ka pas edhe nga niveli qendror dhe nga komuna tjera, por nuk kanë qenë të shumt në numër, sepse numri ka qenë i kufizuar, nuk kanë lejuar të futen shumë. Disa agjenci të lajmeve ndërkombëtare kanë qenë aty, nuk na kanë leju të prononcohemi para mediave ndërkombëtare fare. Kemi pas mundësi në kohë shumë të shkurt që të bëjmë homazhe të gjithë të rëndëve në betejën e Prekazit. Dhe sapo i kemi përfundu homazhet, policia serbe na ka urdhënuar me bajoneta në fyt që ne për 15 minuta ta shkarkojmë kamionin me arkivole dhe ne të kthehemi për Gjakov, ndërkaq të gjithë veprimtarët ka shpërndar me dhunë. Disa prej policëve paramilitarëve kanë marrë kufomat dhe i kanë vendosur në arkivole që i shkarkuam, në mënyrë që t'i varrosin natën. Dhe ka ndodhur ajo, një pjesë të rëndëve janë varros natën, në orët e vona të mbrëmjes, ndërkaq që ne u detyruam të kthehemi. Delegacioni i Drenicës më luti që unë të qëndroj aty që t'jem edhe nesërmën pjesë e varrimit. Por ne, me Zotin Qemajl, u nisëm ta kryjm aktin humanitar dhe ne duhet të kthehemi. Nuk kisha se si të ndalem unë dhe Qemajli të kthehet. Dhe u kthyem së bashku. Rrugës, punktin e njëjtë, për në anën e kundërt, na ndaloi policia serbe, na mori në pyetje, kontrolloi mirë kamionin, kërkoi armë prej neve, na rrahu me kondakt automatikut, psuam edhe disa lëndime, pa ato ishin jashtëzakonisht vogla dhe të pa kuptim, në raport me punën që kishim përfunduar, dhe dikun rreth orës 2 të natës kam arrit në Gjakov bashkë me Zotin Qemajl Hajdaraga, sepse na kanë dalë në për punkte, na kanë maltretuar dhe më të tje. Dhe kur kemi arë në Gjakov, Gjakova e heshtën natën, nuk kemi pas as të informojmë se u kry puna, po sigurisht mediat ndërkombëtare kanë lajmëruar atë natë. E ka pas edhe gazetar nga Kosova, nga Qiku, ka qenë Enver Maloku. Ka qenë po. Dhe i vetëmi dëshmitar që ka arrit të bëj fotografi nga Kosova ka qenë Ilyas Bylykbashi. Dhe ai ka pas disa filma me ato aparatet e atëshme që kanë qenë. Dhe i kanë nxjerr filmat, i ka marrë doktor Edi Shukriu, i ka fut në trup për të dërguar në Prishtinë. Do të thonë edhe një rrezik për një rrezik. Momentin kur jam nis, Edi Shukriu më thotë, pa nuk pat burrat hypin në kamion. Kjo desha thonë të pyes, si ndodhi? Edi Shukriu, po. Si ndodhi? Unë kisha marrë thirrjen, me kishin emëruar kryetare e Këshillit Komunal për ndihmë emergjente. Dhe si grua, gjithmonë rreziku mendoja se është më i vogël, se Serbia gjithmonë kërkonte viktimen te burrat. Dhe detyra ime, thirrja ime, ishte që mund të nisem. Pas e mori fëmija gani emnin tim dhe emnin e Zotit Qemajl, atëherë nuk kishte mundësi të ndronë emnat.
Po ka pas edhe të tjerë vullnetarë që kanë kërku të vinë, po dikush nuk i ka pas letër njoftimin me vete, dikush ka qenë për ndjekur e të tjera, por ndodhi edhe sot për duhet, unë do të shkoja, mëse dhe Zotit të ndodhi diçka, edhe në këtë moshë jam e gatshme, sepse kur një familje, si familja Jashari, e bën një sakrificë të jashtëzakonshme, që është e vetmja unike në historitë kombeve, që të gjithë antarët e familjes me moshat ndryshme pa dallim të luftojnë me një ushtri ish jugoslave, të armatosën deri në dhëmb, madje edhe me tanket blinduara, atëherë si të mos shkojmë në ato gjende me pranë. Një motiv shumë i lartë për ju. Këtë tregon edhe fakti që ju për vite nuk është që e keni përmend shumë këtë ngjarje, domethënë nuk është krejt vitet e fundit është bërë publike që ju i keni dërguar arkivolet, domethënë e keni bërë për një motiv cilin edhe nuk keni dashur shumë ta shprehni pastaj pas luftës. Sepse kur kemi punuar para luftës, e kemi pas moto prej profesor Fëmea Ganit, punoni dhe heshtni, sepse puna është obligim, ndërkaq sakrifica sublime është shumë fish më e madhe. Mos provoni të merrni emën mbi gjakun e dikujt tjetër, ose mos bini prej e Serbisë që t'i shfaqni gjitha aktivitetet dhe Serbia ta ka më lehtë identifikimin tuaj. Por pasi ndodhen edhe masakra të tjera, atëherë ajo dhimbja e mbrëmshme nuk lejonte ta përmendnim në shkuarje. Sa më vjen keq edhe për Zotit Qemel Hajdaroga, njeriu të cilin e kam parë vetëm një herë në jetë, atë ditë në kamion, nuk e kam njohur as më parë dhe nuk e kam takuar as më prapa. Dhe unë vazhdimisht e marr për obligim ta përmend emrin e tij, sepse unë kam qenë pjesëmarrëse në këtë aktivitet dhe kam udhëheq një institucion siç ka qenë Këshilli Komunal për ndihmë emergjente. Po mos ishte kamioni Qemalit, unë nuk do t'i bëja ankra arkivolet. Prandaj ka kryer një mision të jashtëzakonshëm, sepse ai nuk ka qenë veprimtar politik, po i vllai i tij Veli Hajdaroga ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm dhe këtë kontribut e ka mbështet normalisht edhe Qemali. Prandaj jo vetëm unë, po edhe institucionet ja kanë bërë Zotit Veli Hajdaroga postmortem ta nderojnë, t'i japin mirënjohje, t'ia nderojnë familjen, sepse ka qenë akt shumë i lartë i Zotit Qemali. Unë kam punu shumë me Drenicën, bashkë me gjithë veprimtarët, qoftë me gratë e Drenicës, qoftë me veprimtarët tjerë, dhe Gjakova disa herë ka dërguar ndihmë, me autobus kemi dërguar ndihmë në Drenicë. Por ne kemi qenë edhe në vizitë e familja Adem Jasharit, në sulmin e parë dhe të dytë. Dhe unë e kam pas fatin me disa gratë të komunës tonë, veprimtare, të jemi në atë familje, të na pret Baca Shaban me zonën Zahide, dhe gjitha këto viktima dëshmor që kanë ra në betejën e Prikazit, i kemi takuar dhe i kemi përqafuar në familjen e tëre, ku i kemi dërguar edhe për kraje. Ndihmat i kemi dërguar në Drenicë, sepse familja Adem Jasharit nuk ka pas nevojë për ndihmë, po ka pas nevojë për përkrahje morale. Dhe aty kemi shkuar në vizitë për përkrahje morale. Dhe si sot më kujtohet Baca Shaban, tha, ku jeni bijat e Gjakovës, që keni ardhur, tha, na keni nderu. Dhe i tha zonjës, që u moj fisnike përgatit ju një drek, grave na kanë ardhur bijat nga Gjakova. Po ne duke pa rrezikun që ishte edhe kthimi i jo në mbrëmje në Gjakovë, dhe rreziku që e kishte familja permanent, ne e liruam, na qarrasën me nga një kafe, u përshëndetëm dhe na dha mesazhin e fuqishëm. Baca Shaban tha, ne nuk do të ndalem, liria është shumë afër. Dhe vërtet janë këto kujtimet pashlyeshme, që natyrisht kur i kam menduar ditën kur jam nis me kamion me arkivole, unë i kam paraftyru gjitha ato ftyra, të cilat nuk kam pas rast më të shoh të gjalla. Përveç këtij kontributi ju keni dhënë edhe kontribut madh në dokumentimin e krimeve serbe në Gjakovë. Do të kisha dashur të ndalemi pak te kjo pikë. Sa ka vepruar drejtësia në këtë drejtim? Drejtësia në Kosovë nuk ka qenë shumë e interesuar për të bërë punën e vet. Unë kam përvojën nga viti 2002 si deputete e Parlamentit të Kosovës,
Kam bërë një takim ato kohë me kryetarin e qeverisë dhe kam kërkuar si komunë të grumbullojmë dëshmit për krime dhe të ngrisim kallëzime penale. Është edhe në shtyp ai material të cilin e ka botuar Besim Muadri në gazetën në të cilën punonte si gazetar. Dhe ne biseduam edhe në nivel komunal të bëjmë diçka të tillë. Mirë, po institucionet tona ende udhëhiqeshin nga UNMIK-u. Dhe gjitha dëshmitë që i kemi dërguar te UNMIK-u, sigurisht UNMIK-u nuk ka qenë interesuar, se edhe sot dhe kësaj dite është për krah Serbisë. Më shumë për krah Serbisë se sa për krah nesh, dhe i ka skaju dokumentet në për cirtar dhe nuk i ka përcjell. Kur arritëm pavarësinë e Kosovës, atëherë fillum të grumbullojmë dokumente, por duke parë se edhe kjo mënyrë nuk pëhet, se bashku me Shkëndije Hodën, me Randa Kumnovën dhe me disa organizata jo qeveritare, e themelum një bërtham të OJQ-ve për të hapur zyrën për grumbullimin e dokumenteve dëshmive për krime lufte. Dhe unë personalisht kom punu dikun rreth 1 vit e gjysmë në atë zyrë, ku kemi vazhduar çdo ditë intervista me qytetarë që kam mësuar, kemi mbledh fotografi, dokumente, emrat kriminalëve, fotografitë kriminalëve dhe gjithçka që i duhet. Gjykatës tonë. Dhe kemi shku në prokurori 10 herë, në prokurorinë speciale për krime lufte. Dhe në një rast që kam kritikuar atëherë dhe sot e kritikoj, prokurorja, edhe pse ka pas paralajmërim se do të shkojmë, kishte shkruar në një udhëtim në Ulqen me familje, ndërka që neve nuk na priti askush, përveç një zyrtari për t'i dorëzuar në zyrën e hyrjes aty, dhe ne dolëm para mediave dhe thamë, një prokurore e merr materialin edhe e gatshëm dhe nuk është e gatshme për ta prit një delegacion nga Gjakova, kjo është merr. Mirë, po ajo gjithmonë është thirrë se këto dokumente shkojnë për procedura të ndryshme dhe nuk jam unë dora parë. Po, dora parë është prokurorja, sepse gjithçka nis prej prokurorit. Tani Shkëndija vazhdon me shoqatën, dokumentet kanë shku, përveç dëmtimeve në njerëz, ne kemi dërguar edhe dëmtimin në pronës në komunën tonë, do me thonë me gjitha fshatrat. Dhe tani këto dokumente janë në Prishtinë, dhe Prishtina ka për obligim që të ecë me të tjetë, sepse dëshmi ka mjaft. Apo zbehet me kalimin e kohës dëshmi, tash kanë kaluar 20 e... Ne jemi munduar të mbledhim dëshmit sa kanë qenë njerëzit më të vjetër gjallë. Ndërka shumë njerëz tjerë të ri që u kanë vrarë prindërit, ata dhe nuk kanë kujtes, nuk kanë dëshmi. Por, si do qoftë për komunën e Gjakovës i kemi mbuluar, dhe Shkëndija ende vazhdon të hulumton, ajo punon 24 orë, vazhdon është në teren, ndërka që unë kom punuar atë kosa për shkaqe shëndetësore, nuk kam mundur të vazhdoj më të tje, por unë besoj se dikun rreth 80% kemi dërguar gjithë sa kemi qenë bashkë. Tani, Kosova është shtet. Nuk është e pranuar në OKB, por Kosova mundet përmes Shqipërisë të marrë një ndihmë që të proceson këtë procedurë dhe më të tje. Pse gjykata Hagës jetë një gjykatë vetëm për Kosovën? Pse gjykata Hagës të mos i donoj kriminalet sërbë? Ne nuk kemi mundësi, sepse ende jemi të paantarësuar në organizma ndërkombëtar, mirë po Shqipëria ka mundësi ta bëjë këtë. Materialet janë të gatshme, unë mendoj se dhe komuna tjera kanë dërguar, Gjakova ka dërguar në mënyrë të organizuar, edhe Drenica ka dërguar. Por unë besoj se dhe komuna tjera kanë dërguar mjaft dëshmi dhe materialin prokurori. Pra mendoni që ka material të mjaftueshëm për ta akuzuar për gjenocid? Ka material. Do më thonë, janë mbledhur në sasi, mendoj se ajo materiale ka, po në sasi... I kanë materialet komplet, sidomos për komunën e Gjakovës, i kanë me dëshmitar gjallë që kanë deklaru, me fotografit krimeve, me fotografit të kriminelve. Madje në shumë raste u kemi dërguar dhe adresat e kriminelve, i kemi gjetë në për rrjetet sociale. U kemi dërguar dhe fotografit si duken sot kriminalet, sepse i kemi shfrytzu gjithë aktivistët kanë punu dhe i kanë zbulu fytyrat e tyre, adresat e tyre dhe të gjitha këto kanë shku në prokurori.
Ti kthehemi pak në këtë pjesë dytë të emisionit gjendjes aktuale politike në Kosovë. Ju keni qenë edhe deputete e Kuvendit të Kosovës në legjislaturën e parë të pas luftës dhe gjithashtu aktiviste shumë vjeçare politike. Si e vlerësoni situatën politike aktualisht në Kosovë? Unë e vlerësoj si shumë të bresht, sepse ne kemi realizu shpalljen e pavarësisë të Kosovës dhe pranimin ndërkombëtar për 5 shtetet kryesore të Unionit Evropian. Nuk na kanë pranuar, që është një pengesë e jashtëzakonshme për të ecë përpara, por gjithsesi edhe kemi kriju një komoditet kaq shpejt. Gjitha partitë politike, nuk flas kur për një lider apo një parti, por për të gjitha partitë politike. Kosova nuk ka nevojë për 100 parti politike. Kosova ka nevojë sa më pak parti politike, sa më shumë unitet, sa më shumë vlera, sa më shumë njerëz që dinë edhe duan ta çojnë çështjen përpara. Evropa është në një rrezik, sepse tani me ndryshim me zgjedhjet në Amerikë, po pësojmë një transformim. Ne kemi shembullin se që ndodhi me Zelenskin. Jo pse Kosova ka rastin e njëjtë, sepse Kosova është pranues i shtet, ja kanë pranuar kufit, do me thonë Kosovës, Serbia më nuk ka dorë mbi Kosovën, mirë po rezoluta në 244 ende është në funksion. Kvore ende funksionon në bazë të asaj rezolute. Dhe si mund të ndodhë tash? Ne po i fitojnë zgjedhjet, po krijojmë qeveri. Nuk po kemi unitet në parlament Kosovës. Ne nuk duhet luftojmë njëri me tjetrin. Ne duhet bashk ta luftojmë edhe këtë Serbi e cila është në përfundim të asaj strukture, dhe unë besoj se dhe serbët e Serbisë po duan të demokratizohen, duan të largohen nga hija së kaluarës, sepse kanë mbetë peng, dhe ne duhet të shfrytëzojmë këtë situatë. Serbia është në kaos dhe ne duhet të bashkohemi. Sapo kam përfunduar pritet certifikimi i rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve. Asnjë parti duket se nuk mund ta formojë qeverinë e vetme. Sipas jush, cili koalicion do duhej të ndodhte në Kosovë? Unë mendoj se partia e cila e ka fituar shumicën e zgjedhjeve, edhe pse nuk e ka kalu 50% dhe nuk ka mundësi vetëm, unë mendoj se është ofendim me pakita të formohet një qeveri në këtë situatë. Duhet të bashkohen që t'i kemi 2 të tretat, në mënyrë që për asnjë ligj ne mos të mvaremi as nga pakitat, aq më pak nga lista serbe. Ne jemi pa ata shqiptarë që mi sakrifikuar gjithmonë, ne jemi ata që kemi sjellë dhe pavarësinë e Kosovës. Pse nuk mund të punojmë bashkë? Pra, sipas jush duhet të jetë një qeveri e unitetit, ku duhet të përfshishin një koalicion më i gjerë i partive. Nuk ka komoditet. Themelojmë si vjet një qeveri të bresht, sepse rezultatet po tregojnë se nuk mundet asnjë nga parti vetëm të formoj qeverinë, dhe vitin tjetër vjen momenti i zgjedhjes presidentit. Dhe a kemi nevojë në Kosovë të zgjedh presidentin pakicat, duke i respektuar gjithmonë pakicat, drejtat e tyre, por ne duhet të jemi të aftë të zgjedhim një presidente në mënyrë unike, që ajo i përfaqëson interesat tona densisht, e jo të mbledhim vota edhe nga lista serbe. Është rrezik. Kosova nuk guxon ta përsërit asnjëherë historinë që kemi kalu, sepse Serbia ka aleat në Evropë. Sado që Evropa na ka përkrah, në të gjitha fazat, Serbia punon, diplomacia ata kanë punuar gjithmonë dhe ata punojnë 24 orë kundër Kosovës. E pse ne të mos punojmë 24 orë në dobi të Kosovës? E kemi atë mundësi. Dhe unë i kisha bërë thirrje të gjithë liderëve të Republikës Kosovës, të cilët udhëheqin parti politike, dhe gati programet janë të njëjta, sepse pavarësisht që janë edhe social, po mendoj, jemi të djathtë, gjithë djathtë, sepse Kosovës i duhet një djathtizëm tash për të arritur qëllimin. Programi i secilës parti është që ta zhvillojë Kosovën, të forcojë institucionet, të hap vende të reja të punës, të forcoj shëndetësinë, arsimin, gjitha këto. Atëherë unifikohet programi, vazhdon qeveria, edhe qytetarët le të marrin frymë lirshëm, sepse është investim i madh, edhe fushatat zgjedhore, pagesat për gjithë këto shpenzime që po bëhen,
dhe pastaj ne të mesim apo votohet ligji, a ka quorum në parlament, duhet të thrasim ndoshta edhe me megafona në për korridorin njerëzit të cilët nuk shprehen. Që duhet në 2/3 Patjetër, çdo marrëveshje ndërkombëtare nuk mund të ratifikohet pa 2/3. Prandaj unë jo vetëm sot, por edhe përmes mënyrave të ndryshme, sepse unë nuk jam drejt për drejt e kyçëm politik, por indirekt na gjithë jemi të kyçëm politik, i bëj thirrje të gjithë liderëve le të bashkohen në interes të Kosovës. Le ta mundsojmë edhe pranimin edhe prej 5 shteteve kryesore edhe të ecim përpara. Pozicioni jonë është shumë i mirë, por situata është shumë e breshtë. Nuk ka siguri politike në Evropë. Po, duhet pra sipas jush unitet. Po, si e keni parë ju jeni protagoniste në ngjarjeve historike që ka ndodhur edhe në komunën e Gjakovës, përveç atyre në nivel kombëtar. Si e keni parë zhvillimin e Gjakovës, qeverisjen 4 vjeçare të koalicionit në Gjakovë? Unë mendoj se Gjakova për 4 vite ka arrit të realizoj mirë programin që ka paraqitur në zgjedhje, mirë po ka qenë ndoshta edhe një fazë e mundshme që ta zhvilloj, të ndërtoj, të rregulloj, sepse të gjitha qeveritë e mëhershme kanë qenë qeveri që janë detyruar të rindërtojnë. Qeveria parë ka qenë shumë emergjente, qeveria e dytë ka qenë prap gati emergjente, dhe me të kemi arritë në një qeveri pak më stabile, sepse janë stabilizuar ndërtimi i shtëpive djegura e gjërat e tjera, ndërtimi i institucioneve, dhe unë mendoj se Gjakova ka arrit duket një ndër qytetet më të mira, edhe pse ka shumë për të bërë, sepse syri qytetarit ishe ato që nuk ishe pushtetari. Sepse në pushtet janë programet, janë këto procedurat, tenderat që dojnë kohë, dojnë hapësinë, pastaj lukimi mjeteve, ndarja mjeteve nga Parlamenti i Kosovës. Këto janë procedura të cilat ne qytetarët nuk kemi durim të presim, megjithatë unë mendoj se Gjakova është mirë, por mundet më mirë. Po, ju jeni edhe shkrimtare, poete. Më intereson në aspektin kulturor. A mendoni që ka pas aktivitetet mjaftueshme gjatë kësaj periudhe në Gjakovë? Unë e kam pas një përvojë vetë. vetë. Si është një pikpamje juaj për jetën kulturore në qytet? Po, unë e kam pas rastin të udhëheq drejtorinë e kulturës edhe më herët, dhe për fat keq se mandatin e dytë, kur kam udhëheq një pjesë mandatit dytë, kanë ndryshu procedurat për organizimin e aktiviteteve kulturore. Dhe tani, Drejtoria e Kulturës nuk organizon aktivitete, por ndon subvencionim. Dhe krejt kjo varet, çdo aktivitet kulturor në komunë varet nga organizatat jo qeveritare, që unë jam njëra prej organizatave që organizoj një manifestim letrar, manifestim poezi, po, çdo vit në bar kombëtar, por krejt kjo varet prej OJQ-ve dhe është keq që kemi arrit në atë pikë që Drejtoria e Kulturës nuk ka mundësi vetë organizoj. Dhe unë mendoj çdo drejtori e kulturës, jo vetëm këtë mandat, po dhe mandatet e ardhshme i ka durë të lidhura. Varet prej kërkesave të organizatave kulturore jo qeveritare. Po mirë, talëm Drejtorinë e Kulturës anësh. A mendoni që në Gjakovë është ringjallje jeta kulturore? Ka, domethënë, unë mendoj se kohët e fundit është ringjall, ka pas lëvizje, sepse rinia është kthyer në Gjakovë. E arritura më e madhe është se Gjakova po vlon në aktivitete kulturore prej rinisë, sepse gati një kohë kemi vetëm mosha ime dhe mosha mesme dhe rinia u largu. Tash me projekte mbar kombëtare që po ndodhin, jo me këngëtar, jo me orkestra simfonike dhe orkestra Gjakovës, manifestime tjera muzikore, jo muzikantët e ri që kanë dalë në skenë, të gjitha këto po na japin shpresë se Gjakova ka ndryshu dhe i prin aktiviteteve kulturore në nivel të Kosovës. Unë konsideroj se sukses i madh është edhe shkolla mesme muzikës, Prankjakova, që po nxjerr kuadro çdo vit më shumë dhe po arrin suksese në mbar Evropën edhe më larg. Dhe unë pa dashta përmend vetëm këtë drejtore, apo kush është aktual, gjithë drejtorët kanë dhënë kontribut në këtë sferë, sepse Gjakova është i fidanishte e kulturës, e muzikës, e letërsisë. Për fund, nga krijimtaria letrare, a do të kemi diçka të re pas shumë librave që keni të botuar? Patjetër, unë jam në përfundim të
botimit të librit tema autobiografi, i cili do të sjellë shumë materiale që do të publikohen për herë të parë. E kam larguar pak modestin, jo vetëm për veti, por t'i përshkruaj gjitha ngjarjet dhe njerëzit që kanë qenë të involvuar në shumë momente të rëndësishme të historisë të komunës sonë dhe të Kosovës. Kur paraparsisht ta kemi atë libër, sepse është histori vetë e librit. Unë shpresoj deri me ditën e çlirimit duhet të bëhet promovimi. Faleminderit shumë që sonte erdhe në studion e televizionit Syri dhe biseduan për shumë tema. Sigurisht kënaqësi gjithmonë t'ju kemi në studio. Faleminderit juve dhe televizionit Syri, i cili vazhdimisht i promovon të gjitha aktivitetet dhe ndjem shumë nderuar sa herë vi në këtë studio. Faleminderit. Shikues të nderuar, tu e përfundojmë emisionin Syt 4 në televizionin Syri. Do takohemi sërish javën që vjen prej orës 19:30. Faleminderit që na ndoqët, mirëmbëngjes.